Dyshohet se ka dhunuar 12 vjeçarin, arestohet efektivi i policisë, dyshime mbi ngjarjen. Një oficer polici është arrestuar pasi dyshohet se kishte ushtruar dhunë ndaj një 12 vjeçari gjatë një kontrolli në Greqi. Sipas autoriteteve, i mituri së bashku me nënën e tij u paraqitën në departamentin e ndjekjes dhe hetimit të krimeve dhe raportuan një rast të sjelljes së keqe policore. Menjëherë u hap një dosje hetimore, u njoftua prokuroria dhe të miturit ju lëshua urdhër për ekzaminim mjeko-ligjor. Sipas mediave greke, në kuadër të procedurave të miturit ju treguan 15 oficerët dhe ai identifikoi njërin prej tyre. Megjithse rezultoi se oficeri i përzgjedhur ishte në turnin e natës dhe jo gjatë orarit kur dyshohej se kishte ndodhur incidenti, oficeri u arrestua dhe ndaj tij u ngrit një akuzë për plagosje të një personi të pambrojtur. Megjithatë, nga hetimi paraprak dhe deklaratat e fëmijëve dhe shokëve të fëmijës, të cilët ishin të pranishëm gjatë kontrollit, nuk u gjetën prova që të konfirmonin përdorimin e dhunës.